Përfaqësues të vendeve të Quint dhe ushtruesja e detyrës së shefes së zyrave të Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, kanë zhvilluar një vizitë në Mitrovicën e Veriut, ku kanë qëndruar në zyrën për regjistrimin civil të komunës. Vizita u fokusua në informimin dhe inkurajimin e qytetarëve për të arritur dhe për të përfituar nga marrëveshja e arritur me 15 mars, e cila lidhet me zbatimin e ligjit për të huajt. Gjatë kësaj vizite, përfaqësuesit ndërkombëtar u bën thirrje banorëve, veçanërisht komunitetit serb në Veri, që të shfrytëzojnë mundësitë që ofron kjo marrëveshje për regjistrimin dhe dokumentimin civil. Ata theksuan në rëndësinë e integrimit institucional dhe lehtësimin e proceseve administrative për qytetarët që jetojnë në këtë pjesë të vendit. Në një deklaratë publike, Eva Palatova bëri të ditur se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të bashkëpunojë ngushtë me qeverinë e Kosovës dhe komunitetin serb për zbatimin e marrëveshjes së 14 marsit. Ajo nënvizoi se kjo është një hap i rëndësishëm drejt normalizimit të situatës dhe përmirësimit të jetesës përditshme të qytetarëve në veri të Kosovës. Vizita e përfaqësuesve të Quint të Bashkimit Evropian shihet si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme ndërkombëtare për të mbështetur stabilitetin dhe sundimin e ligjit dhe integrimin e komuniteteve të Kosovës, veçanërisht në zonat më të ndjeshme të lartë të veriut të Kosovës.